Paralelisht me Ligën Unike të Basketbollit Shqipëri-Kosovë, zhvillon garën e saj edhe Superliga e Basketbollit për meshkuj, ku në fundjavë luajtën ndeshjet e javës 18. Kalendari i kësaj jave vendosi vllaznin të luajë në transfer ndaj ekipit Fieri Basket, një ndeshje ku djemtë e drejtuar nga trajneri Edni Llazani e nisën mjaft mirë, duke marrë që në fillim udhëheqjen e rezultatit, i cili në mbyllje të periudhës së parë ishte në shifra 18-21. Periudha e dytë u shoqërua me shumë rivalitet, gjë që tregojnë edhe shifrat e barabarta 24-24, gjithsesi me avantazhin e periudhës së parë prej 3 pikësh, vllaznia e mbyll pjesën e parë në avantazh me rezultatin 42-45. Ajo që i dha vllaznisë suksesin në këtë ndeshje ishte periudha e tretë, e cila fitohet me shifra 16-28, duke thelluar avantazhin në 17 pikë diferencë, kaq që mjaftoi vllaznisë për të administruar fitoren e kësaj ndeshje, ku edhe pse humbi periudhën e katërt duke dhënë minuta elementit të ri 17-18 vjeçar, në mbyllje të takimit rezultati i përgjithshëm ishte 86-98 në favor të saj. Spikatjen më të madhe e bëri Hibit me 32 pikë të shënuara, i ndjekur nga Parker me 29 dhe Brian me 24 pikë. Në ndeshjet e tjera të javës së 18, Tirana mundi Apollonin, Elbasani fitoi ndaj Flamurtarit, Partizani u mund nga Kamza, ndërsa Teuta fitoi ndaj Përgatecit. Ndërkohë ndeshja Skënderbeu Besledhja shtyr pas këtyre rezultateve, vllaznia renditet e dyta me 31 pikë, 3 më pak se kryesuesja Besledhja, me cilën do të përballet në javën e 19. Ky takim do të zhvillohet të dielën e kësaj fundjavë në Pallatin e Sportit Aslan Rusi në kryeqytet në orën 18. Por përpara kësaj përballje, që konsiderohet si një finale e parakoshme, vllaznia e basketbollit për meshkuj ka në kalendar edhe një ndeshje tjetër të vështirë. Të mërkurën ajo rikthehet në Ligën Unike, duke udhëtuar në Kosovë për të përballur me Golden Yllin e Suharekës.